Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Rafineritë e naftës vijojnë të jenë prej sulmeve iraniane mbi vendet fqinje. Rafineria Samref e gigantit të naftës saudit, Saudi Amrokut, vendosur në portin e detit të Kuq të Jambus, u godit nga një sulm ajror. Ndaj këtyre sulmeve reaguan dhe vendet arabe. Përfaqësuesit nga Bahreini, Kuvaiti, Libani, Katari, Arabia Saudite, Emiratet e Bashkuara Arabe dhe vendet e tjera të rajonit dënojnë sulmet e qëllimshme të Iranit, të cilat sipas tyre kanë shënjestruar zona banimi, infrastrukturë civile dhe objekte diplomatike. Këto nuk mund të justifikojnë në asnjë pretekst, thuhet në deklaratë. Kompleksi petrokimik i Iranit në fushën e gazit South Pars godit nga sulmet ajrore. South Pars është fusha më e madhe e gazit natyror në botë e përbashkët midis Iranit dhe Katarit dhe ka një rëndësi etike për prodhimin energjetik të Iranit. Krahas asaj, Teherani dhe Moska deklaruan se një sulm kryen në një zonë pranë termocentralit bërthamor të Busherit të Iranit në Gjirin Persik. Aleksi Likash, drejtori ekzekutiv i kompanisë ruse të energjisë bërthamore Rosatom, i cituar nga agjencia e lajmeve ITARTAS, tha se sulmi goditi zonën ngjitur me ndërtesën e shërbimit të meteorologjisë që ndodhet në vendin e termocentralit bërthamor të Bushehrit pranë njësisë energjisë operative. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump publikoi një postim të gjatë në Truth Social lidhur me sulmin izraelit ndaj fushës së gazit South Pars në Iran. Si kundërpërgjigje ndaj këtij sulmi, Irani goditi Ras Laffan në Katar, një zonë industriale që përmban objektin më të madh në botë për përpunimin e gazit natyror të lëngshëm. Trump deklaroi se nuk dinin asgjë për sulmin e Izraelit dhe paralajmëroi me përshkallëzim nëse Irani sulmon sërish Katarin. Trump shkruan se Izraeli nuk do të sulmojë më fushën e gazit South Pars, përveç se nëse Irani vendos në mënyrë të pamend të sulmojë një vend tjetër të pafajshëm, që në këtë rast ishte Katari. Ai thon se nuk dëshiron të autorizojë këtë nivel dune dhe shkatrimi për shkak të pasojave afatgjata për Iranin, por nëse impjantet e Katarit sulmohen përsëri, nuk do të hezitojë ta bëjë, shkruan Donald Trump. Kryeministri australian Anthony Albanese konfirmoi një sulm iranian ndaj bazës ajrore Al Minhad rreth 20 kilometra në jug të Dubait. There was an Iranian projectile hit near that base. I can confirm that no Australian personnel were injured and everyone is absolutely safe. Në të janë të stacionuar mbi 100 ushtarë australianë së bashku me një numër të vogël të personelit britanik dhe amerikan. Një blok banesash dhe një strukturë mjekësore pësuan dëme të vogla për shkak të një zjarri që shpërtheu pas goditjes me raketë albaneze, duke shtuar se nuk pati viktima. Kjo është era e dytë që baza është goditur pasi më parë ishte shënjestruar nga një dron iranian. Turqia paralajmëroi vendosjen e raketave të reja Patriot në bazën ushtarake Incirlik në juglindje të vendit në provincën Adana. Shkaku bën zhvillimet e javës së kaluar ku sistemi i mbrojtjes i NATO-s shkatroi një raketë të tretë nga Irani të drejtuar drejt hapësirës ajrore turke, përveç masave kombëtare të marra për të garantuar sigurinë e hapësirës ajrore dhe të qytetarëve tanë. Një sistem shtesë Patriot i caktuar nga Komanda Ajrore Aleate e Ramsteinit në Gjermani është në proces vendosje në Adana, përveç sistemit Patriot spanjoll që tashmë ndodhet në bazë, njoftoi Ministria e Mbrojtjes së Turqisë. Rihapet zëri Amerikës. Një gjykatës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës vendosi se mbyllja efektive e zërit Amerikës vitin e kaluar ishte e palishme dhe se qindra gazetar duhet të rikthehen në vendet e punës. Gjykatësi Royce Lambert u dha autoriteteve një javë kohë që zëri Amerikës të rikthehet në transmetim. Vetëm disa javë pasi u rikthyer në detyrë si president, Donald Trump nxori një urdhër ekzekutiv për të mbyllur median, të cilin zyrtarët e tij akuzuan për paragjykim të majt. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.